Sa nuk shqetëson gjendje reale tani me patetizma tani. Parulla me parulla do bëj politikën. O je politikan o si je. Një gjendër të mjetme nuk ka, edhe nuk besoj se ka ndonjë rast ngjashëm në Nuk jam, të rish i qetë për këtë. Nuk jam një politikan. Si e politikan, okej, në rregull. Mos u shqetëso për këtë. Jo, është në rregull, pas e kuptoj, mora. Nuk jam një politikan, jam një njeri që thjesht do të bëj gjëra të mira në këtë vend, edhe jam një njeri që do të kontribuoj në çdo mënyrë me aq sa mundet që të mos ikë dhe fëmia se Zoti Sefa, ju teksa merreni me aludimet të tilla, duhet të shqetësoheni për gjendjen reale. Gjendja reale e vendit nuk shqetësohem për gjendjen reale, ke drejt. Kërkon bashkim drejt. Po ta dëgjojmë zotin Llapaj deri në fund, lutem Sefa. Nuk shqetëson gjendja reale tani me patetizma tani. Parulla me parulla do bëj politikën, nëse do bësh politikë, bëj politikë zotri. Duhet kesh parasysh që unë nuk jam në studio. Ajo që po të them është shoqërisë i duhet sot të imponoj zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe ti e di mirë që nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe ti e di mirë që këtu nuk ka institucione demokratike, se kur ishe në kas pak muaj më parë, filloi dhe ankoheshe. Tani, si është historia? Është mirë apo është keq? Si është gjendja? Unë përgjigjen ta jap si politikan apo si aktivist. Si politikan e ke betejën me zgjedhësit e tu zotri. E ke me zgjedhësit, sepse kur shpallje fitore dhe ngrije fitore, kur ngrije fitore politike, situata është alarmante edhe për fajin tënd, sepse kur ngrije fitore dhe flamurin e fitores politike, vota diasporës, edhe ju thonim që zotri, kjo vota me post është vdekje politike për forcat e reja, më thosh dhe zhvillimi madh që do nxjerrë Shqipërinë në dritën e diellit. Ju vodhi Edi Rama votën e diasporës me 70% zotri. Edhe normalisht ata që e propozuan dhe ata që ngulëm këmbë për ta bërë në atë formë janë bashkëfajtor me atë që i vodhi. Sepse procedura ishte e qartë. Dakor zotri? Edhe kur ngre, do t'jesh i kujdesshëm. Po në cërrik më zotri. Do t'jesh i kujdesshëm kur shpall fitore. Po në Vlorë, sepse fitoret politike kthehen bumerang ku nuk e di ti të analizosh. Në Dibër, në Cërrik, në Tepelen, që fitoi me 80% ky zotria. Faj votës së diasporës që ishte faj të opozitës. Kush e kish fajin votën e diasporës në Vlorë kësaj ere? Po në Tepelen, po në Berat. Ashtu ka fitur qeveria në çdo palëzgjedhje lokale zotri, kur kanë qenë të pjesëshme. Opozita nuk ishte kandidat në zgjedhje. Opozita ka qenë pa kandidat në zgjedhje. Hajduti që ka marrë peng Shqipërinë,